Garën e primareve brenda Partisë Demokratike për qarkun Tiranë ka fituar i shkreu i degës së kësaj force për kavajen Hysen Kadiu me 913 vota. Pas shpalljes zyrtare të rezultateve, pasti renditet Klevis Balliu me 737 vota, ndjekur nga numri 2 i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Grigel Smuçollari me 666 vota. Në vend të katërt renditet deputetja Jorida Tabaku me 651 vota, e cila ka lënë pas mjekun Ilir Ali Mehmeti me 603 vota. Tabaku rezulton të jetë me votuara me zgrave, me një diferencë të dukshme me kandidatët e tjera. Në Durrës i pari renditet Igli Cara, ndjekur nga Manjola Luku dhe Aulon Kalaja. Në qarkun Shkodër, 3 më të votuarit janë Ramadan Likaj, Gentian Doj dhe ish kryebashkiaku Bars Bahia. Deputeti Bledion Albati rezulton më i votuari në qarkun Korç dhe pas tij renditen Edmond Spau dhe Ledina Alolli e Andrea Mano. Në Fier më i votuari ka dal Eduard Sharka, ndërsa pas tij renditet deputeti Luan Baçi dhe Elisabeta Redhi e treta. Në Lezhë më i votuari është Gjin Gjoni, ndjekur nga Aleksandr Lala, dhe pas tyre vjen deputetja Elda Hoti. Në Elbasan kryeson Dashnor Sula, ndjekur nga Blendi Himçi dhe Iliriana Liu. Deputetja Ina Zhupa është renditur e para në qarkun Vlorë, Atirt Hoxha i dyti dhe Manjola Nikollo në vend të tretë. Primaret e Dibrës i fitoi Ilir Krosi, ndjekur nga Denis Savata dhe Basir Çollaku. Në qarkun Kukës, më i votuari është Këlzen Ibra, në Gjirokastër Alma Bucikore dhe në Berat Zia Ismaili.